Pra gjitha bizneset që dëshirojnë me vazhdu furnizimin me shërbim universal, duhen me i dëshmu që i plotësojnë kushtet, përderisa ne nuk posedojmë informata, atëherë këta konsumatorë dalin automatikisht në tregën e lirë. Për këtë është do një afat 2 javor për me i sjell dokumentet, por sigurisht pastaj do të shihet mundësia, siç e dimë, ne jemi si furnizues me shërbim universal dhe i shërbejmë për momentin, furnizojmë gjithë konsumatorë që janë kyçur në nivel të distribuimit, janë mbi 700.000 konsumatorë gjithsej, 100.000 prej tyre janë të regjistruar si biznese, që nënkupton jo të gjitha janë biznese, por janë pika mace në të regjistruar si konsumator komercial. Çka nënkupton kjo? Që një kompani mundet me pas disa filiala, kemi deri në mbi 1.000 filiala që i ka e njëjta kompani, te na figurojnë si 1.000 konsumator, por realisht nëse flasim për biznes, është vetëm një biznes. Që u tregu edhe në storje dhe në njoftimin që i kemi përcjell konsumatorëve komercial, konsumatorë të cilët dëshirojnë me vazhdu furnizimin me çmime të rregulluara përmes nesh që jemi të emëruar si furnizues me shërbim universal, duhet me dëshmu që sipas ligjit kanë më pak se 50 punëtorë dhe më pak se 10 milion euro qarkullim. Në bashkëbisedim edhe me zyrën e rregullatorit për energji, ne nuk i posedojmë sigurisht këto informata, për me ditë sakt, domethënë që i kemi informatat e sakta nga bizneset, është që duhet me pranu një informat prej kanaleve zyrtare, në këtë rast është mendu administrata tatimore e Kosovës. Pra gjitha bizneset që dëshirojnë me vazhdu furnizimin me shërbim universal, duhen me i dëshmu që i plotësojnë kushtet për të vazhdu furnizimin me çmime të rregulluara. Këto dokumente Çka ndodh me biznesin që si bjen këto informacione? Konsumatorët të cilët nuk i sjellin këto informacione, ashtu siç e kemi njoftu edhe përmes njoftimit, përderisa ne nuk posedojmë informata, atëherë këta konsumatorë dalin automatikisht në tregën e lirë, për shkak se ne nuk i posedojmë ato informata. Sidoqoftë, ne do të jemi të kujdesshëm. Fjalat dalin. Edhe ai që është me një, po më intereson një konsumator që s'është fort i sofistikuar, s'ka orë, s'ti ka pru dokumentet, e ka një butik, një punëtor. Nëse nuk vjen, të ti me të kallëzu që i ka 2 punëtor. Këto deshta me sfjegu. Ne jemi të dashur me bo shumë të kujdesshëm në këtë proces, jemi të përdor kanale informuese gjithandej për me informu konsumatorët edhe përmes ekipeve në terren. Për këtë është do një afat 2 javor për me i sjell dokumentet, por sigurisht pastaj do të shihet mundësia në fund kur përfundon afati, që është 21 mars, do të shohim sa prej tyre sa kemi pranu informata, sa prej tyre mungojnë informata dhe pastaj përmes ekipeve tona në terren do të shohim me pas qasje tek këto biznese dhe apo nëse është numri shumë i madh, atëherë kemi mendu, por nuk e kemi diskutuar ende, me diskutu me zyrën rregullatorit për energji nëse mundemi me u përcaktu një limit të konsumit ose diçka të ngjashme, të cila kish me lehtësu këtë punën. Sigurisht ekziston mundësia edhe me pranu informata përmes ATK-s, për të gjithë konsumatorët që i plotësojnë ose jo. Problemi vetëm këtu qëndron për shkak se jo të gjitha emrat siç janë të regjistruar bizneset në ATK figurojnë në databazën tonë dhe mundet me qenë problem i matching me i gjetë, domethënë gjitha këto. Megjithatë ekzistojnë mundësi dhe kemi dhënë pak afat kohor që para datës 1 qershor dhe gjitha procedurave që duhet të ndjekën deri me 1 qershor